Bravo. Με ομόφωνη απόφαση των κριτών, νικήτρια του αγώνα, μπλε γωνία. Συγχαρητήρια και στις δύο αθλήτριες. Tani në mëngjes, një cappuccino, pa gëdhir mirë. Unë këtu. Ky vendi këto shumë i bukur, ja kam tregu edhe një herë në videot e mia. Përshëndetje. Kjo përshëndetje sotme është shumë e veçantë, domethënë se më kanë gjetë këtu që në pikë të mëngjesit. Kam shumë makina për të la, sot edhe nesër dhe pas nesër jam shumë e ngarkuar. Shpresoj që ta editoj videon shumë shpejt që ta ngarkoj, sepse di që i doni me minutat gjata. Kur i bëj videot me minutat shkurtra, mundohem që t'ju bëj 2 video në javë, domethënë, kështu që video që kaloj ishte pak i shkurtër, sepse më sjell probleme dhe telefoni, heq pak të kanellën. Edhe kemi dhe biskota këtu. Dhe mirë se erdhet në kanalin tim vlog me Eli, se harrova fare, domethënë ta them. Do dhe dosim qikë sheqeri këtu. Kjo është Juda Club, se doja të regoj përsëri ambientin, nëse e keni harruar edhe pse jo për djegëset e reja. Ky është edhe kafene, edhe për të bërë mëngjes, edhe butik për të bërë shopping, do me thënë tash, tish, e bësh dhe shopping, ka të qita. Është zakonisht shumë i mrekullueshëm, dekori është super dekor. Si që bëra banjo mbran, do me thënë diku nga ora 1, vetëm banjo e mëngjesit më pëlqen shumë edhe e mbrëmjes, do me thënë on 12:00 natës ose lam në orën 4-5 të mëngjesit, edhe 6, kaq. Edhe jam pupo lelek. E do ham biskota, do pres makinën, prandaj ula u dëgjërova, do me thënë se s'kisha nga të shkoja. Me që kjo është edhe për shopping, unë nuk do blendoj një gjë, thjesht do shikoj. I edh një sy, i dhe këtë cappuccino, kam pirë një në mëngjes me Fatmirin, edhe jam bërë damun me kafe sot. Të me thënë, trupi im kafein. Dhe fuzej turke mazdite, ja inshallah jemi mirë deri mazdite, se kështu si që kam nisë unë, me vrap tu, me vrap ati, inshallah s'po merret fryma. Të lepim dhe lugën, me që kemi ne shqiptare fiksim. Zuan. Super e mirë. Sa të më marrin telefoni, do ikim të marrim makinën, që më duhet ta mbyll videon, se do më marrin telefon, do pres, megjithëse kishte radhë.
Hey girls! Kam shku në shtëpi. Unë ndrova, mora makinën, është larë do me thënë makina. Edhe kam marrë të Lidl, që të mora 3 koli me ujë, do me thënë s'kam bon ripin. Mora 3 koli me ujë, që t'i qoj në shtëpi, t'i vendos në frigorifer, sepse na filloj vapa sot 28 gradë. 29 tregon makina ime. Pra, po shkon 30 gradë, edhe kështu që vape madhe dhe na duhet ujë në frigorifer t'i marrim masat. Kështu që do ikim, çoj ujtin në shtëpi, se do ikim punë. Se po neti ujti këtu në makinë, u zi edhe spijet ma. Më vendos dhe ripi. Atëherë, e vura telefonin që dukesh pa mirë, po këtu jam tek solari. Jam duke bërë edhe minutat që më kam bërë dhurat gocat këtu. Tani sa dole. Po pres shoqen time. Të tregoj çka ambientin, me që po përfitoj sa e goca s'është këtu tani. E këtu bëjnë në video fotografi gocat me ledin. Më pëlqejnë shumë dhe këto që rinë këtu. Ka një aromë fantastike. Edhe dekori është shumë i bukur me këta ekranin plazh. Në sa bukur. Na u fik tani. Ai ka reklam. Më pëlqen edhe pjesa murit, komplet, edhe koltuqe, do me thënë i ka bërë pastel, edhe këtë ngjyrën blu, këtu që jam ullu. Pra të çdo gjë më pëlqen shumë dhe të gjitha ndë janë dhomat e solarium, edhe këtemata, edhe kremrat që shiten për çfarë do lloj, do me thënë jo vetëm për solar, por edhe për trupin, për ta marrë ngjyrën, edhe për plazh. Edhe unë që u bëra ujë me tjerës. S'kam bërë me kapot në skuq. Goca sa dola nga solarium, tani po hyt tek qerpikët, si që thash. Është e soli. Së është në katin e 5. Dhe thash, bëj dhe qerpikët sot, për i kam lënë pjesën më të madhe të takimeve për një ditë se nuk kam kohë. Ditët e tjera, më duhet shkoj edhe te shtëpia, do t'i çoj fatmirë të një, nuk e di se çfarë kërkoj, diçka nuk e mojmon tani. Edhe më duhet ta marr edhe një telefon, edhe t'i them domethënë që çfarë do t'ja çoj te shtëpia, më duhet të ndrohem se po me këto rrobe nuk mund të ndoj. Edhe te solarium, edhe këtu, edhe të dal. Kështu që do shkoj të bëj edhe një banjë mbas 3 orësh. Kishe një gjitëse, këtu që shkoni si mi bëri sytë në gjitësja, ja i mbarova shkoni. Nga më dhënë këta Madame Butterfly. Po më pëlqeka, nuk të bëjë shumë shpejt, janë shumë të shkapta. Këta dhe marrë me vete. Kemi blerë dhe një neve kështu si kjo, ka Adriana, duke të pep ka për të gjambë, po e kemi marrë. Po kjo që ka shumë e mirë, ka më shumë ajër se ajo e jonë. Që mbarova tani duhet t'i me vrap. Në shtëpi të marr Adriana nga shkolla dhe të ndrohem, t'jap një dush. Mirëmëngjesi, zemrat e bukura në një ditë tjetër. Sot është e mërkur. Edhe më do ta mbyll pak xhamin. Na pas ka bë zogu, glas. Duket? Shikoni pak sot si duke sot qerpikët, ose kam krehur qerpikët sot. Hap semafori. Isha tek shtëpia, na vret dielli syt, edhe çova do me thënë kafe e atyre çunave që punojnë, çova kafe, çova byreqe, mëngjezi. Atëherë erdha në makinë, edhe tani sa hyra do me thënë, ajo që dua t'ju them kam dhe kafen, por do shikoni që nuk kam vetëm një kafe, që makina ime rri me 2. Varsja ime nuk dihet se nga ka ik, do me thënë, s'ka ikte. Çfarë doja t'ju thoja, vetullat më janë bërë, do me thënë, për t'i rregulluar dhe duhet t'i rregulloj. Doja t'ju thoja që më keni bërë shumë pyetje për shtëpinë. Jemi tek faza e shkallës brenda që ka mbaruar shkalla dhe shumë shpejt, do me thënë, këto ditë do shtrojmë pllakat. Nuk I kemi porosit, sepse tani
Dje kemi bërë porosinë e dyerve dhe dritareve, gjë që vonon diku tek 3 deri 4 muaj më thanë, domethënë. Ata që do t'i bëjnë, vonojnë shumë, sepse unë kam dhe shumë dyer dritare, prandaj dhe neve po i bëjmë që tani porosinë edhe të pakten nga shtatori t'jenë vënë dyer dritaret. Vonojnë goxha, në fakt nuk e dija që vononin kaq shumë. Tjetër, tek shtrimi i pllakave, sa të mbarojnë, sepse do fillojnë domethënë këto 2-3 ditë. Do t'ju tregoj nga pak, domethënë tek pjesa e pllakave, por akoma nuk i kemi bërë porosi sepse unë e di çfarë dua. Do shkoj, unë i kam zgjedh domethënë. Nuk do shikoni nga këto vlogje që po shkoj unë me Fatmirin, po zgjedh pllakat. Ne i kemi zgjedhur që më përpara. E dim çfarë duam. Fatmiri thjesht do marrin telefon sepse Fatmiri i njeh personat, ka shumë të njohur. Domethënë, nëse ne rregullojmë shtëpi ose si kjo shtëpia, domethënë që mund të ndërtojmë një shtëpi, bie fjala edhe nga themelet. Ne kemi shumë njerëz, domethënë Fatmiri ka shumë shoqëri të madhe të hapur që gjithë din diçka, domethënë një tek dyert, një tek sovatimi, gjërat që duan domethënë për ndërtimin e shtëpisë, që duan ustallar ose teknik, ose edhe tek hidrauliket e tjerë. Kur t'jetë domethënë që t'jetë shtruar një pjesë e pllakave, atëherë do t'ja tregoj, sepse shkalla do ketë tjetër pllak, do bëjmë një pllak mermeri, pra pllaka e mermerit që të mos rrshjas. Nuk i dua me dru. Atëherë na ka bërë një shoku Fatmiri, na ka bërë një skicë se si dukesh shkalla me dru, edhe salloni gjithë me pllak. Pra ishte shumë, nuk më pëlqeu fare. Domethënë, e di si më dukesh si ato pantallona që i arnoni më përpara, i veshtim, për shembull, veshje xhinse dhe arnoje një copë ngjyrë kafe aty, kadife. Edhe u dukte shkalla si copë e arnume. Edhe nuk më pëlqeu fare dhe tha nuk del bukur fare. Aty kam pyet edhe një vajzë që e njoh që merret, ka mbaruar domethënë një shkollë për dekorimet e shtëpisë. Ajo merret me shumë me hotelet, edhe ajo po më thoshte që nuk shkon fare, kështu që ose bëje me parket poshtë gjithë sallonin, ose bëje shkallën me pllak siç është edhe salloni edhe shkallat e njësoj. Flokët i ngrita se bënte shumë vap, edhe do iki të marr Adrianushin nga shkolla. Direkt. Adrianën në shtëpi dhe më duhet që t'i ndroj një palë atlete. Aty Adriani si ka marrë një palë atlete Nike, por ja mora për vrap, domethënë për sport, por i shrit kama, më shrit goca, edhe prap nuk i bënin as 33-shi. Kështu që më duhet t'i marr ose 33 gjys, ose 34, ose tjetër prerje atleteve. Se këto janë Nike Run për vrap, edhe më duhet që shkoj t'i kthej në qendër tregtare ti u i ka marr. Kam des dhe kondicionerin, air kondicion në makinë, se është shumë vap dhe do t'i tregoj se sa grad është tani në Greqi. Po thuj se gjithë Greqia ka të njëjtën temperaturë, shikoni pak. Për ju vendet e ftohta që jetoni në vendet e ftohta, na keni çik zili, po deshë diell, ju japim e na jepni çik fresk. Ja ku e keni këtu. Prit. 37 gradë. Ja ku është 37 gradë o njerëz. Edhe u që u grita qik nga gjumi tani dhe me duhet të bëjmë mbylljen. Po këtu mbrapa, e di ku jam mbështetur tek disa robe që i kam për të palos, për të kuros, o zot. Ndarkët shpresoj, do me thënë, ndarkët. Tani është ora 6. Pa tjetër që diku nga ora 8 e gjys, 9, sa unë bëj dhe punë ndarkët. Kur flenë gjithë gjumë, edhe e kuros, do me thënë, edhe është një mal me robe. Kështu që se atë ju mërzis unë me punët e mija të shpis, ma mirë po bëj mbylljen, edhe po i bëj vetë, po i e kuros, t'i palos. Edhe ajo që doja t'i thoja është që kisha harru me përmend, do me thënë që Argita unë deshe në King Box me një vajzë nga Gjorgjia, edhe fitoj, do me thënë, mori kupën, edhe u gëzum shumë. Pjesa që kishte njerëz ishte pjesa e gjithë të stolave të një stadiumi në një qytet këtu. Vetëm ai krau, do me thënë, që filmoja unë,
Vetëm ai krau që kishe i gjithë njerëz, sepse luanin shumë. Kishin ardhe nga Serbia, unë kujtova se Argita do lundë me një serbe, por jo, ishte një nga Gjeorgjia. Edhe kështu që fitoj, u gëzum shumë, orëm dhe kupën, edhe do të shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.